Musa a.s. I ka thonë, ja Rabbi, ma mëso një dhikër, një dhikër, pra një të përmendur Allahu, një dhikër, që t'jese ekstra për mu. Qerët muslimanët, edhe atë ka pas muslimanët, sa ka pas, ato qerët në të bëjnë dhikër, qëfar të dojnë, ama unë ta kem një dhikër timin, veçantë, ma mëso, unë ta bëj atë. Allahu dhul Gjelal thë, o Musa, thuaj, la ilaha illallah. Musa a.s. priti dë një diçka tjetër, dë një treje, dë një formë të dhikrit veçantë. Por Allahu dhul Gjelal thë, o Musa, pasi ti donë një dhikër ashtë të vlefshëm, atëherë thuj la ilaha illallah. Tha, ja Rabbi, po këtë e thojnë këtë njerëzit, që si na duket neve thjesht, këtë e thojnë këtë njerëzit, unë du diçka ekstra. Tha, o Musa, po të vendoset qielli dhe toka në njënën anë të peshores, kjo fjalë në anën tjetër, kjo i randon. Çfarë dhikri don ti më të madh? Më i randë se qielli edhe toka është kjo, pse se kjo është çelësi i besimit, kjo është çelësi i xhenetit. La ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, afdal ma qultu ana wan nabiyun min qabli. Fjalën më të mirë, më të bukur që e kam thonë unë dhe pejgamberët para meje, jo vetëm pejgamberët, të gjithë pejgamberët. Fjala më e mirë, më e bukur, më e dashur te Allahu që e kanë thonë gjithë pejgamberët edhe unë, është la ilaha illallah.